Përshëndetje miq. Të jetosh rinin për Jezusin, asnjë humbje. A e keni menduar ndonjëherë këtë pjesë të jetës tënde ose të jetës tuaj? Të ecësh me Jezusin, të bësh gjërat që atij i pëlqejnë. Jeta me Zotin është një aventurë e bukur dhe po mund të shijohet. Përshëndetje Denada. Përshëndetje Elena. Gëzojmë që të kam këtu. Edhe unë është kënaqësi të vi sa herë këtu. Dua të di pak më shumë informacion rreth teje. Patjetër. Kështu që do të të pyes, si ka qenë historia jote e të shkuarit në Kish? Kjo është një pyetje interesante. Në fakt, unë kisha marrë një ftesë nga ime motër që ishte bërë besimtare para një viti, edhe ajo më ftoi intensivisht në Kish për një vit rresht. Edhe insistonte që unë të shkoja dhe të vizitoja një kish, por unë atë kohë isha e mbyllur dhe nuk kisha këtë dëshirën për të njohur Zotin siç ajo e shprehte dhe donte që më njihte me Perëndin. Kështu që unë nuk doja dhe ajo insistonte dhe unë ulesha dhe qaja çdo të diel në mëngjes, në gjunjë, para time motër dhe i lutesha të lutem mos shko në kish, të lutem qëndro me mua, mos më braktis. Po ime motër më linte. Mos më lësho. Më linte dhe ashtu duke qarë dhe kështu vazhdoj kjo histori për një vit. Pastaj unë mora një ftesë nga një kushërira ime e largët për të vizituar një kish, që ishte rastësisht kish protestante e të njëjtit lloji siç shkonte motra ime. Okej. Pra u desh një person të vinte nga larg, nga jashtë që të vinte vetë. Një angjëll i madh që të vinte. Ai kuptova situatën. Shumica e të rinjve që shkojnë në kish, ose të rinj që duan të shkojnë në kish, e shohin kishën si një gjë të mërzitshme, të lodhshme, të bezdishme. Thonë, unë nuk kam nerva të gjej pastorin 2 orë kur flet. A është e vështirë të jetosh për Jezusin kur je e re? Unë do thoya që është në këndvështrimin e gjithë secilit se si e shikon, por për mua në këndvështrimin tim do thoya nuk është e vështirë, nëse ti i di qëllimet e tua, i di ato pikat ku do të arrish, nuk është as pak e vështirë. Por do kesh sfida, do kesh njerëz të cilat do mundohen të pengojnë në rrugtimin tënd, do kesh përqendrime, do kesh gjithë çfarë lloj gjërash, por që gjëja më e rëndësishme është që të mos harrohet qëllimi për të cilin ti je zgjedhur dhe je thirrur me emër, thot Bibla. Kështu që përderisa ai na zgjodhi i pari dhe ne duhet patjetër që të vazhdojmë ta ndjekim apo jo. E vërtet. Si përballon sfidat, tundimet ose opinionet e shoqërisë kur ke presion nga ta dhe je në hapat e para të besimit? Në fakt, në aspektin shoqëror, unë do thoya që nuk është se kam përjetuar ndonjë zhvendosje të shoqërisë ose largim të shoqërisë, sepse në fazën ku njoha Krishtin i kisha zhvendosur vetë çdo lloj shoqërie dhe marrëdhënie shoqërore me njerëz të ndryshëm. Por që ajo që mua më ka sfiduar më së shumti ka qenë rrethi familjar dhe sfidat në rrethin familjar dhe këto nuk do thoya persekutime, se nuk mund të quash rrethin familjar që të persekuton, por do thoya thjesht ngacmime në terminologji, në mënyrën se si ti sillesh, me mënyrën se si ti shprehesh, edhe janë pak të bezdishme kur vijnë nga njerëzit të cilët ti pret që të mirëkuptojnë pikë pari dhe të duan për atë që ti je. Por që me kalimin e kohës thjesht bëhet e përsëritshme gjëra dhe thjesht ti e pranon dhe vazhdon dhe kupton që çfarëdo lloj gjëre që njerëzit mund të thonë ose mund të mendojnë për ty ose për sjelljen tënde ose për faktin që ti po bën tjetër gjë, ke bërë studime për tjetër gjë ose gjëra të këtij lloji, domethënë, po vazhdo përpara, mos shikon mbrapa. Unë mendoj që të rinjt sot kanë një pikpamje të gabuar në fakt për kishën. Eksperienca ime personale është të rritesh me Zotin është një gjë shumë e bukur. Do thotë që ti mëson gjatë rrugës dhe kur bie ai të ngre, është një gjë që me të vërtetë mendoj që nëse të rinjt sot do ta dinin sa e vlefshme është dhe sa e bekuar është kjo gjë, do ta kërkonin, jo do ta kundërshtonin. A ke ndjer ndonjëherë që personalisht ke humbur diçka ose një gjë që ti ke dashur duke ndjekur Jezusin? Nuk do të thoya se kam humbur, më shumë se sa kam fituar duke ndjekur Jezusin. Mvaret se çfarë ti quan humbje. Nëse në momentin që ti ke njohur Krishtin, kupton se çdo gjë që do humbësh rrugës nuk ka vlerë
dhe gjërat të cilat fitohen në emër të Krishtit dhe për shkak të thirrjes që Krishti vendos në ty, ajo është fitoria më e madhe. Dhe unë do thoya që nuk kam pasur ndonjë humbje, kam pasur thjesht njerëz të cilët mund të jenë mërzitur për zgjedhjet që unë kam bërë, por që ose kanë vazhduar dhe më kanë mirë kuptuar, ose thjesht nuk më kanë telefonuar më, nuk më kanë S'më kanë marrë më kurrë në telefon. Po, edhe kjo. Po ne folëm për humbje, tani ta kthejmë pak që të mos bëjmë shumë sed. Cilat janë gjërat më eksperienca ose gjëja më e bukur që ke përjetuar duke ndjekur Jezusin? Një gjë që të kalon shenjë, që flet te ty, i flet zemrës tënde. Eksperienca më e bukur që mund kem përjetuar duke ndjekur Jezusin. Mendoj që thjesht procesi i rritjes tënde me Perëndin është një lloj emocioni i veçantë dhe një lloj eksperiencë e veçantë, por që thjesht fakti që ti aty shërben, ndihmon të tjerët, ndan për dashurinë e Krishtit, ndan dëshminë tënde pa frikë, pa pasur atë mendimin që këto do më gjykojnë, ose thjesht merr një lloj tjetër lirie kur ecën me Krishtin dhe duket sikur ti je lirë për të ecur dhe për të vazhduar dhe për ta shijuar gjithë rrugtimin. Pra, nuk është se mund të kesh një moment të caktuar specifik, por do thoja patjetër momenti i pagëzimit është një nga momentet më të veçanta dhe më të bukura. Pastaj pas pagëzimit ka momente plot ti ke ndarë, njerëzit kanë pranuar, kanë besuar. E kuptoj. Një moment që unë mbaj mend, në fakt kanë qenë siç thua ti disa momente, por një moment specifik që unë mbaj mend ka qenë kur isha në takim, shkova në shërbes edhe isha shumë thellësisht e mërzitur atë ditë, nuk e mbaj mend as se për çfarë, por kisha nevojë për gëzimin e Zotit. Edhe i thash Zot, kam nevojë për gëzim, se nuk poja dal dot. Kështu që u mbusha me kaq shumë gëzim atë ditë, ndërkohë që po shërbeja Zotit, sa thash kjo është një gjë kaq e bukur dhe do doja që njerëzit ta dinin këtë gjë që kur të mund vish në shërbes aty mund të mbushesh me gëzimin e Zotit. Kjo ka qenë një rast im kur kam thënë, ua, kjo është një rast i bukur edhe dua ta ndjej më shpesh, dua ta përjetoj më shpesh. Po një mesazh ose a ke ti një mesazh për ata të rinj që janë përballë zgjedhjes që ti besojnë Perëndis, ti adhurzojnë jetën e tyre Jezusit, por janë akoma të stepur nga ndoshta situata dhe sfidat që kanë pasur në jetë dhe nuk dinë si ta procesojnë këtë gjë, por duan të bëjnë një vendim. Patjetër, unë do thoja që është thjesht një fije peri që e ndan jetën dhe vdekjen, dhe do thoja që ajo fije peri varet nga ti dhe varet nga kë zgjedh që të mbaj anën tjetër, zgjedh Jezusin apo zgjedh diçka tjetër. Kështu që thjesht ti duhet të besosh që duart më të sigurta në gjithë universin janë duart e Perëndis, janë duart e Jezusit për ta mbajtur atë. Dhe duhet kuptosh që jeta ka sfida, patjetër, nuk është që pranove Krishtin dhe jeta bëhet me lule, absolutisht jo, por ama ti ke dikë të cilin i cili është aty për ty dhe ka qenë aty që para se ti të lindje dhe ka sakrifikuar për ty dhe jeta bëhet më e lehtë kur ke dikë me vete në një rrugtim apo çfarëdo lloj gjëje. Nëse ti je tani në këto momente e gjendur ose i gjendur në një udhëkyç që a duhet ta ndjek Jezusin, a duhet besoj, a është ky Zoti i vërtet, a janë këto gjëra që po më thon gjëra të cilat vërtet janë të besueshme, thjesht unë do këshilloja çdo të ri që të merrte një kohë dhe ta pyeste vetë Zotin drejt për drejt. Nuk ka asgjë më të bukur se sa vetë Perëndia ti tregoj veten e tij gjithë secilit. Është shumë e lehtë. Zoti është shumë më pranë se sa ne mund ta mendojmë. Është thjesht një thirrje e larg, është thjesht një lutje e larg. Mjafton që ta therrasësh, nuk ka rëndësi nëse ti ke një background musliman, ortodoks, katolik, çfarëdo lloj backgroundi që ti mund të kesh, thjesht mjafton të thuash kush je dhe ai do të tregoj. Do të tregoj dhe do të tregoj me të vërtetë që ai është Jezusi që vdiq në kryq për mëkatin tënd, që ti sot të jesh i lirë dhe të besosh në të. Amen. Do të bëj dhe një pyetje Patjetër. dhe pastaj do ta mbyll. Pyetja ime për ty është kjo. Duke qenë se ti ke ardhur nga një background jo i krishterë si fillim. Pa. A ke pasur një shok ose një shoqe që ti ke parë që është kthyer tek Jezusi, që ka qenë gjithashtu me një background tjetër? Dhe si të kam ndikuar ty kjo gjë ose si ka qenë dëshmia atyre për dikë që mund ta inkurajojmë sot edhe do të veproj këtë, do të bëj të gjë mbi jetën e shokut ose shoqes vet.
Nuk është se mund të them një specifik, sepse siç e thash, unë e kisha distancuar veten nga shoqëria dhe nuk është se kisha ndonjë rreth shoqëror për të ndarë shumë. Lidhje, po. Unë kam ndarë, nuk është se s'kam ndarë në universitet, kam ndarë në rrugë, kam ndarë në kafe, kam ndarë kudo ku kam takuar njerëz. A ka një moment gëzimi ku dikush ka pranuar Krishtin ndërsa unë kam qenë duke ndarë, mund të ketë qenë familjarë imi, mund të ketë qenë, unë do thoya gëzimin më të madh e kam pasur kur motra ime e vogël ka pranuar Krishtin për shkak të asaj që un kam ndarë, dhe unë do thoja dhe do këshilloja çdo njeri që të mos kishte frikë, të ndante në rrethin e tij shoqëror, të ndante në rrethin e tij familjar. Pastaj se a e zgjidhin ato Krishtin, është zgjedhja e tyre. Un kam ndarë me 80 e ca, nuk e di sa kanë qenë në fakultet, por asnjë nuk e shpalli ose nuk e pranoi. Domethënë që donte të ndiqte Jezusin, por ama mjaftoi që ndava me një familjar timin dhe ai e pranoi, po Zoti punon në mënyra të ndryshme, ne nuk e dim, ndoshta pas 10 vitesh 8 nga ata mund të shpëtohen nga fakulteti im ose nga një kafe që mund të kem ndarë ose kudo që ti mund të kesh ndarë. Këto janë fara që mbyllen zemrën e tyre, edhe ashtu siç ti the, ndoshta pas disa vitesh Zoti punon me ta ndërkohë dhe ajo farë kthehet në një lule shumë të bukur dhe ata njerëz pranojnë Jezusin. Amen. Ishim bekim që të kishim ty sot. Faleminderit që ishe me ne. Faleminderit ty Elena. Je shumë bekim. Edhe ti. Shihemi në emisionin e radhës. Shumë bekime.